Pikërisht për këtë përshkallëzimin mes të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit dhe ndikimit që ky konflikt mund ta ketë përveç se në lindje mesme edhe në rajone tjera dhe cili mund të jetë ndikimi edhe në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë, do të diskutojmë me zonjën Besak Abashi Rama, e cila përveç se është nga Partia Demokratike e Kosovës, gjithashtu udhëheq edhe Departamenti për Siguri Kombëtare brenda PDK-s. Atëherë, zonja Abashi, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë si u gjej. Faleminderit shumë, zonja Abashi. E pam që tashmë ka një konflikt të ri mes Izraelit dhe Iranit, i cili ka vite që është mes tensionesh, por që duket që ka një zhvillim dramatik, po shihet si një zhvillim dramatik i cili mund të eskalojë dhe përveç lindjes mesme mund të eskalojë edhe në luftë, po shihni që mund të ketë një luftë hapur tani dhe të eskalojë edhe në vende tjera, luftë globale. Po pikrisht jemi hyrë si glob, jemi hyrë në një erë të re, në një kohë të re, në një periudhë tjetër ku ka garë shumë të madhe midis superfuqive, edhe në aspektin ushtarak edhe ekonomik. Kështu që kjo ka ndiku që me pas edhe jo stabilitet geopolitik. Me rastin e Ukrajinës, luftës në Ukrajinë, veç ka fillu një lloj erozioni i sigurisë të cilën e kemi marrë si të mirëqenë s'paku në Evropë dhe sidomos në Bashkimin Evropian. Dhe kjo ka nisë një diskurs tjetër edhe politik mbi influencën politike, ekonomike edhe garën midis superfuqive siç që e përmenda. Nuk është e re konflikti midis Izraelit e Iranit, fatkeqësisht kjo ka eskalu më tutje, por na kemi pas edhe një eskalim, domethënë para disa viteve dhe mandej deeskalim të situatës. Presidenti aktual i Shtetit Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, është marrë edhe paraprakisht një farë forme në prapaskenë, sepse nuk ka pas negociata të drejtë për drejtë, apo në prapaskenë me deeskalimin e situatës në mes të Iranit dhe Izraelit. Po mendoj që ja vlen me specifiku disa fakte se çka realisht është ndodhur. Në 2015 është kriju një marrëveshje, aso kohë e cila mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, UK, United Kingdom, dhe më thonë Mbretërisë së Bashkuar Francës, Rusisë, Kinës dhe Gjermanisë, aso kohë ka qenë facilitus, ka qenë Bashkimi Evropian, dhe janë pajtu që Irani mos me përdor, mos me pasuru uraniumin për çështje nukleare, po vetëm për çështje civile, energjetike kështu me radhë, dhe ka vendosur një limit prej 3.67, dhe më thonë nivelin e pasurimit, që i bjen 3.67%, që i bjen në nivelin, shumë në nivelin e pasurimit të uraniumit deri në atë nivel që ja mundson me kriju armë bërthamore. Kështu që ajo ka qenë një prej pikave kyçet marrëveshjes, dhe pika tjetër më rëndësi ka qenë që organizata që bën mbikëqyrjen, domethënë International Atomic Energy Agency, apo Agjencioni Ndërkombëtar i Mbikëqyrjes Atomike, ka pas të drejtë mbas kësaj marrëveshje me monitoru prodhimin e uraniumit të pasuruar në Iran 24/7, domethënë çdo kohë. Se ideja ka qenë mos me i lënë, me prish kushtet, me thy kushtet e marrëveshjes të cilën e kanë arritur në 2015. Dhe kohëve të fundit Izraeli ka dyshuar që ata, domethënë, nuk e kanë respektuar marrëveshjen dhe kanë filluar me kriju enriched uranium apo uranium të pasuruar, i cili përdoret për ndërtimin e armëve nukleare. Ne e dim që zyrtarisht Izraeli nuk ka nuclear warheads, armë nukleare, po jo zyrtarisht konsiderohet që ka 80 deri në 90. Dhe natyrisht nëse një shtet tjetër në rajon sikur Irani krijon armë nukleare, atëherë kjo paraqet kërcënim për Izraelin. Sidomos duke marrë parasysh që Irani i financon Houthis, që janë, domethënë, kryengritës shiit në Yemen, e financon Hezbollahun, që është në Liban, edhe financon Hamasin. Dhe të gjitha janë, domethënë, Hezbollahu edhe Hamasi konsiderohen organizata terroriste prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe si të tilla janë faktor destabilizues në rajonin e përgjithësi, kanë kontribuar në sulme kundër Izraelit, po natyrisht janë edhe elemente destabilizuese edhe për rastin e Palestinës, duke marrë parasysh që Hamasi kontrollon rripin e Gazës dhe e mbizotron
shtretëron autoritetin e autoriteteve qeverisëse të Palestinës. Kështu që kjo ka fillu, kemi arrit e pika vlimit, po kjo ka fillu me ndodh ka hmët ky konflikt, ka fillu më ndërtu, ka shumë vite që ka fillu më ndërtu, dhe tani na me 13 po am që me 13 qeshore po am që Izraeli e sulmoj Iranin në pretekstin që do më thonë ata në rrugës për të ndërtu brenda ditëve ose jove armë nukleare. Dhe asë sinjal shqetësues këtë tani paralemrimi Iranit për të rrequr nga ky traktati i mospërhapjes bërthamore? Çka do të thotë kjo? Po është natyrisht është shqetësues dhe marrëveshjet e tilla atëherë këto janë dy palët në konflikt, ka me pas shumë rëndësi që palët të treta, superfuqit në këtë rast, me ndërhy edhe prap me deskalu situatën përpara se me dalë komplet jashtë kontrolli, sepse kjo natyrisht mundet me pas mandej, mundet me rreziku për masa, me u shpërndan për masat ndo në rajon atje dhe më gjanë. Sot, përderisa na po flasim, është duke ndodhur takimi i G7-shit në Kanada dhe një prej temave kryesore, përveç temave të tjera ku përfshihen edhe resurset, edhe lufta në Ukrainë, kështu me radhë, tema numër 1 është Irani, prandaj është pikë shqetësimi konflikti midis Izraelit dhe Iranit. Dhe konsideroni që është faktori kryesor që mund ta eskalojë ose deeskalojë situatën? Konsideroni që është Trumpi dhe SBA në këtë rast apo po mbetet të shihet në të kalumen ka qenë, do më thonë, ka qenë 5+1 kombinimi i fuqive të mëdha Quintet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë ndiku, natyrisht aty ka marrë pjesë edhe Kina, Rusia dhe është facilitu prej Bashkimit Evropian, kështu që ka qenë një kombinim i akterëve të ndryshëm të cilët kanë arrit me ushtru influencën e tyre edhe me deeskalu situatën, kështu që shpresojmë që në të ardhmen e afërt përpara se të dalë, sepse shiko në raste të tilla rreziku më i madh është ky lloj i sulmit është sulmi i tillë që përdoret në rastet kur don kapacitetet të caktuara të një shteti me i zhduk edhe me zhduk respektivisht kërcënimin ndaj një komponente të sigurisë tonë kombëtare. Po nuk është luftë e hapur ende. Kështu që tani është momenti i duhur për ta deeskaluar përpara se të dalë prej kontrollit konflikti midis dy shteteve. Dhe Zonja Kabashi, si eksperte e sigurisë dhe me përvojën që keni, tani a mund të shtrihet ndikimi i kësaj lufte, këtij konflikti edhe në rajone tjera dhe mund ta prek edhe Kosovën, paktën përmes kësaj luftës hibride, luftës kibernetike, duke e ditur se qëndrimin e Kosovës edhe vendet rajonet karshi Iranit? Po, këtu janë dy gjëra që duhet me ngrit. Një është që Kosova duhet tani për shkak të asaj çfarë po ndodh në botë, që edhe diskutuam globalisht, kemi një jo stabilitet. Kosova nuk ka mundësi me rreziku, me reflektu strategic ambiguity, apo mjegulli strategjike. Kosova duhet të pozicionohet shumë qartë karshi aleatëve tonë dhe duhet të ketë vizion të qartë se cili është kontributi i Kosovës në mbrojtjen e përbashkët në collective security në rajon dhe me gjanë. Kosova mundet me pas, edhe pse jemi vend i vogël, nëse arrin me kriju një vizion të qartë, mundet me pas rol shumë konstruktiv për stabilitetin në rajon dhe me gjanë. E mandej, përmes stabilitetit, Kosova mundet edhe me u organizu që me i parandalu kërcënimet e rreziqet që i ka ndaj Kosovës, e kërcënimet hibride dhe më thonë një diçka që kanë ekzistu kahmot, nuk është që vetë tash mundet mu rritë rrezikshmëria, sikur në rastin për shembull kur ka pas luftë në Irak apo në Siri, ka qenë ma lehtë me rekrutu qytetarët Kosovës për të luftuar atje, sepse ka pas kërkesë për rastet të tilla. Dhe procesi i radikalizimit të qytetarëve të Republikës Kosovës ka ndodhur me shpejtësi shumë më të madhe kur ka pas konflikte jashtë, sa kur s'ka konflikte jashtë. Kështu që po qelsi i mbrojtjes së vendit është që Kosova duhet të konsolidohet si vend. Shiko, në qatë moment që rrezikohet demokracia e Kosovës, rrezikohet edhe sovraniteti edhe siguria kombëtare, sepse kredibiliteti i Kosovës varet prej aftësisë së Kosovës me dëshmu partnerëve, aleatëve tonë, që ne jemi demokraci funksionale. Dhe fatkeqësisht
viteve të fundit, sidomos gjatë mandatit të qeverisë vetëvendosjes, tani qeverisë në ikje, ne kemi pa një degradim të institucioneve, kemi pa që avanturat që në bo me diplomaci, neglizhimi i marrëdhënieve bilaterale me aleatët tonë strategjik dhe retorika agresive kundrejt aleatëve e ka vendosur Kosovën në një pozitë të disfavorshme dhe njëkohësisht e njëjta qeveri ka trajtuar me shumë neglizhencë të sektorit procesin e konsolidimit të sektorit sigurisë e mbrojtjes, derisa kemi ardhur në një pikë që tani Kosova është shumë më fragile, edhe në aspektin e brendshëm, por shumë më fragile në aspektin e jashtëm, nëse vije në shprehje, për shembull diskutimi për një ujë në ndërsjellje me Serbinë, se ne e pam për shembull që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti Trump, e ka përmend sërish që ai do ta rikthejë temën e dialogut midis Kosovës. Si duhet lezuar tani zonë ka sidomos në aspektin e sigurisë, edhe të normalizimit raporte me Serbinë, kjo deklarata e Trumpit, a la dhe mundësin si të hapur që do të merret përsëri me këtë raportin e Kosovës së Serbisë, apo si? Po, do më thonë mesazhi është i qartë që ne jemi sërish në radar të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta zgjidh sfidën që e kemi me Serbinë. Mirë po, ne duhet ta kuptojmë që në tryezë të dialogut fiton më shumë gjithmonë ai që është më i përgatitur, ai që është më i konsolidum, ai që ka qëndrim të qartë shtetëror dhe të unifikuar se ku qëndron si shtet, çfarë vizioni ka, çfarë marrëdhënie ka me aleatët, çysh është i pozicionuar në një situatë të tillë gjeopolitike, edhe çfarë kapacitete të brendshme ka. Dhe fatkeqësisht Kosova reflekton keq për momentin. Keq menaxhimit të sektorit sigurisë, keq menaxhimit të diplomacisë së vendit, dhe keq menaxhimit të marrëdhënieve me aleatët tonë strategjik, Kosova sot është në pozitë më disfavorshme. Dhe kjo është për mu brengos. Përderisa ne jemi shumë mirënjohës që Shtetet Bashkuara të Amerikës prapë e kanë në vëmendje çështjen e Kosovës, është për të ardhur keq që ne jemi sot në pozitë më disfavorshme, se keni parasysh që Kosova pas luftës, edhe pse ka pas shumë sfida të mëdha, edhe pas pavarësisë ka pas sfida të mëdha, se kemi qenë duke kriju shtetin nga zero, mirë po ka pas demokraci, ka pas diskurs publik, ka pas kërkesa, ka pas shpresë, ka pas progres, dhe edhe pse ka pas mos pajtime midis partive të ndryshme lidhur me shumë çështje, qoftë ekonomia, shëndetësia, arsime apo çka do që të jetë, kur ka qenë në pyetje interesi kombëtar, gjithmonë kemi arrit dikur me te kalu vetveten, secili edhe me arrit një unifikim, gjë që nuk po ndodh aktualisht dhe që është shumë e dëmshme dhe natyrisht shkon në disfavor të interesave kombëtare. Megjithatë, ku konsideroni që janë defektet, sidomos te kjo te aspekti i sigurisë, çështjet e sigurisë, sidomos sigurisë kombëtare. Konsideroni që ka pasur shumë defekte në mënyrën se si janë adresuar çështjet e sigurisë apo po patjetër. Prej mënyrës që është menaxhu planifikimi strategjik, qysh janë draftu strategjit për siguri kombëtare, për agjencionin e inteligjencës brenda ushtrisë, për menaxhimin e emergjencave, domethënë këto dokumente strategjike që ja definojnë Kosovës çysh duhet mu zhvillu, çfarë kapacitete duhet mu zhvillu, ato janë bosa për sy e faqe, nuk janë buxhetu kur, s'ka pas plan zbatimi kur, dhe sot nuk janë askënd. Ne kemi ngrit si çështje ku pas kohë, kemi ngrit edhe problemet brenda aty, ne kemi dhënë në rekomandime çysh duhet mu rregullu dhe ato kur nuk janë rregullu. Keq menaxhimi i buxhetit, skandalet me ministrisë që nuk ka fuqizim të asnjë sektori, as të inteligjencës. Jo, absolutisht, sepse, po natyrisht s'ka, sepse ne kemi pa që ka ndodhur shumë skandale, ka ndodhur shumë keq menaxhim i buxhetit. Ne sot ditë nuk e dim për shembull fundi mbrojtjes ku është, sa është akumulu, çysh është penzu, e kështu me radhë. Dhe mos flasim për keq menaxhimin e kontratave shumë thjeshta siç janë ato për veshmbathje, ushqim që ka ndodhur në FSK që u bënën publike mandej, na vendosin një pozitë shumë të keqe edhe si vend. Mos flasim mandej edhe për incidentin në veri, e di që trumpetohet shumë veriu, mirë po është raport që kemi pas një sulm të tillë të organizuar brenda territorit të Kosovës në mënyrë kaq invazive, ku kemi humbur fatkeqësisht edhe jetën e një policie tonë në shërbim të vendit. Dhe krejt këto tregojnë që sektori i sigurisë tonë nuk është i konsoliduar mjaft për t'i bë ballë, për t'i parandalu. Keni parasysh tash jemi në shekull ku përdoret inteligenca. Që nuk janë marrë masa më të përforcuara edhe pas sulmit banskës që të mos përsëritet më. Jo, absolutisht, nuk ka ndonjë shenjë. Sepse edhe ministri maqedonës, edhe ministri brendshëm gjatë gjithë kohës thonë që sot ka më shumë stabilitet, janë arritur të
të zhdukër ato farë strukturat paralele të... Ka ende struktura që funksionojnë, struktura kontrabanda ilegale. shme ullët. Ka ende struktura ilegale, qasja në atë zonë shumë më vogël, kemi ma pak informacione, nuk ka integrim, keni parasysh ajo pjesë e Kosovës, është pjesë e Kosovës dhe idea nuk është me mbajt me forcat të rendit, idea është që me integru qytetarët. Kështu që kur folim për sigurin, përveç veriu du të folim përgjithësi dhe sektori sigurisë po e përmendi prap, nuk është konsolidu, sot jemi në kohën e inteligjencës artificiale, ku vendet e vogla si na, me kapacitetet limitume njerëzore, me një emigrim masiv, sidomos kohëve të fundit, gjatë kësaj administrate, kemi nevojë më shumë se kur që të përdorim informatat në aspektin digital, të krijojmë sistemet të cilat janë ndërvepruse dhe të cilat ja mundsojnë qeverisë tonë, cilat kush do që t'jetë në pushtet, që t'i identifikoj kërcënimet dhe rreziqet me kohë dhe t'i parandaloj ato, që t'i identifikoj kapacitetet që na nevojitet njerëzore dhe teknike dhe t'i sanoj ato. Dhe kjo nuk është duke ndodhe. Mos flasim për trajtimin ultra, jo dinjitës, të gjitha atyre që shërbejnë sektorin sigurisë e mbrojtjes. Ne e pam edhe raportin e fundit të auditorit që sa po u publiku për FSK-n, ku kemi probleme serioze me mbulimin e pagesave për kohën shtesë që punojnë, do më thonë pasororit, për detyrat shtesë që i bojnë, ka keq menaxhim në fakt brenda institucionit, ka pozita seniore të cilat mbohen me ushtrus detyre, që është absolutisht e pranueshme, 6 muaj maksimumi aty ka pozita që janë për te viteve, do më thonë auditori thotë që para 4 vite kur kanë qenë aty edhe tash është situata e njëjtë dhe kjo është e pafalshme në një sektor kaq të ndihshëm. Të gjitha këto zonë ka bashkë tregojnë tani që siguria nuk ishte në strategji dhe nuk ishte çështje njëra për çështjeve kryesore që është trajtuar nga kjo qeveria. Ne kemi përmend vazhdimsi që kjo qeveri nuk ka pas pikë së pari vizion për sigurinë në vend, si do duhet duke Kosova në aspektin sigurisë kombëtare e mbrojtjes, si do duhet ta mbrojmë nga armisht e jashtëm, dhe si do duhet ta stabilizojmë. Strategjia për siguri, ne kemi publiku, kemi bo pres konferencë, kemi dhonë kritika me shkrim dhe kemi dhonë rekomandime si duhet rregullu, ka probleme shumë serioze dhe nuk mjafton sot koha për mi adresu, sepse kemi adresu para disa vite, ka probleme substanciale përmbajtësore dhe është komplet e pa implementueshme, qyshe kemi prej para disa viteve, deri tash nuk është implementu asgjë. E njëjta vlen me ligjin për siguri kibernetike, thash për projekt ligji për agjencionin për inteligjencë brenda ushtrisë, e cili ka probleme serioze me dyfishime me AKI-n, ai për emergjenca civile, e kështu me radhë, domethënë ka probleme serioze. Mos flasim për ligjin për infrastrukturë kritike, i cili ende nuk ka zbatuar si duhet, dhe krejt kjo tregon që jo vetëm që mungon vizioni, mungon edhe kompetenca për me ditë çka duhet me bë. Dhe kjo tregon që kjo qeveri jo vetëm që nuk ka angazhu persona të duhur, po edhe i ka kalu shërbys civil, oficerët, oficierët të cilët me vite kanë shërby vendet dhe kanë memorin institucionale dhe do të mund ndihmonin për ta ditë sakt çfarë trajektore duhet ndjekim. Po këta janë personat të cilët Kosova ka investuar, po të cilët nga kjo qeveri si duket janë të marginalizuar. Po, dhe tani, kur analizojmë të gjithë këta faktorë, cilë mund t'jenë rreziqet ose kërcënimi kryesor për Kosovën? Vazhdon t'jetë Serbia dhe ende nuk po dim të adresojmë apo ku është problemi tani? Po Serbia është një prej akterëve, një prej kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës, një prej kërcënimeve të cilën nuk mundesh me luftu në mënyrë vetanake, sepse është akter i jashtëm, është shtet shumë më i madh se ti. Prandaj në raste të tilla ndaj akterëve të jashtëm, fuqive të tilla, ti mbrohesh përmes aleancave strategjike, mbrohesh duke punuar ngushtë me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në vend që të parafrohemi me ta, kjo qeveri ka përdorur gjuhë shumë agresive dhe veç është distancu dhe ka vendosur Kosovën ende në pozitë më të disfavorshme karshi Serbisë. Keni parasysh që Serbia pas luftës e deri në momentin që kjo qeveri është marrë në dorë prej vetëvendosjes, gjithmonë Kosova dhe në negociatat ku do ka pas pozitë më të favorshme se Serbia dhe imazhi i Kosovës ka qenë i paprekshëm në aspektin ndërkombëtar. Të gjithë kanë ditë kush ka qenë viktima, kush ka qenë sulmuesi. Është hira e parë gjatë kësaj qeverie që përmes diskursit, mënyrës çush e kanë trajtuar sigurinë kombëtare, diplomacinë, çush e kanë keq trajtuar, kemi mrinë në një pozitë të disfavorshme ku ndërkombëtarisht dihet shumë më pak për Kosovën, nuk lobohet fare për Kosovën.
Serbia, domethënë, ka fillu me pas pozitë më të favërshme se Kosova, dhe kjo është një pozicion shumë i rrezikshëm sepse bota nuk sillet rreth neve. Megjithatë, Ne qeveria duhet të mbrojmë ka bashkë shtirur në ngritjen e nivelit sigurisë dhe stabilitetit në veri, gjitha këto veprime. Siguria kombëtare dhe mbrojtja nga kjo qeveri janë përdor për dy arsye. Janë përdor për shkak se qytetarët tonë janë shumë emocionalisht lidhur me sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes për shkak të kaluarës tonë, për shkak të luftës, për shkak të UÇK-s. Dhe kur përmendet siguria, gjithë e kemi vëmendjen aty edhe me zemër dhe me shpirt jemi përkrahas të çdo gjëje që na mendojmë që është pozitive. Po jo, qytetarët nuk janë ekspertë atë fushë sigurisë dhe mbrojtjes. Dhe shumë lehtë me i vendos në lajthitje. Dhe kjo qeveri çka ka bë, është ka përdor domethënë propagandë, ka marrë tituj bombastik, duke provu me i bind qytetarët përmes temave të sigurisë, me mendu që qeveria është ka performant. Po nëse e sheh prej kondit të progresit, të zhvillimit të institucioneve të sigurisë, kjo qeveri jo vetëm që nuk ka pas progres, po dhe ka stagnu në zhvillimet që është dashur të ndodhin deri në ditën e sotme në sektorin e sigurisë e mbrojtjes. Keni parasysh që për 2 vite kur ka ndodhur rishikimi, ka ndodhur ndryshime drastike në sektorin e sigurisë e mbrojtjes. E tash e kemi një periudhë kohore 5 vjeçare ku nuk ka ndonjë ndryshim drastik. Madje as ato që kanë qenë planifikuar, për shembull garda kombëtare ka qenë planifikuar me u zhvillu. Ngritja kapaciteteve ajrore për emergjenca civile apo helikopterëve ka qenë si pjesë e rishikimit me u ndërtu. Dhe nuk ka ndodhur as kjo. Nuk ka ndodhur, absolutisht. Dhe rani tjetër, a jemi duke ecur në një linjë me këto paralajmërimet edhe të shteteve evropiane për ngritjen e shpenzimeve në fushën e mbrojtjes, për shembull, me 5% e GDP-s e tjera. Kosova është shumë vend i vogël dhe ka një buxhet shumë vogël. Edhe nëse mbrihet 2% e Kosova, nuk do me thonë që ti ki përmbush këtë nevoja tua. Me NATO mundesh me qenë më mirë, natyrisht për shkak se atje është një farë parametri, nuk është obligative, po është një parametër, një vullnet i mirë i shteteve që dojnë me kontribu në mbrojtjet e përbashkët. Kosovës i nevojitet me ndërtu kapacitetin bazë të nevojave që i ka. Për shkak se Kosova është në një fazë shumë kritike ku duhet me konsolidu mbar sektorin e sigurisë, me digitalizu, kemi nevojë me bë ngritje profesionale, teknike të pajisjeve e kështu me radhë, të cilat s'kan ndodhur me vite dhe duhet t'i bëjmë tani ose kur. Atëherë buxheti për këtë sektor mundet edhe me të kalu 2% në rastin e Kosovës, sepse 2% i buxhetit të Kosovës është shumë më pak se 2% i buxhetit një shteti shumë të madh. Kështu që për neve 2% që mundet me qenë minimumi, sepse na duhet me mendu ma shumë në bazë të kapaciteteve që i nevojiten Kosovës për me u konsolidu. Veç procesi digitalizimit mund me kushtu jashtëzakonisht shumë. Mos flasim për pajisjet mbrojtje, për pajisjet ushtarake, pajisjet që nevojitin policisë, zjarfiksave, infrastrukturës kritike e kështu me radhë. Megjithatë unë ka bashi për të adresuar të gjitha këto çështje që po i ngrehet, do duhet kishim një qeveri dhe fillimisht një kuvend. Tani çka po ndodh, si po shihni këto zhvillimet dhe këtë blokadën politike aktuale, gjitha këto zhvillimet globale ndërkombëtare, ne ende po vazhdojmë mos kemi qeveri dhe as kuvend dhe sot kur kryeministri i tyre Albin Kurti akuzoi partitë tjera, edhe mesin e tyre edhe PDK-n dhe partitë tjera që po bën jetë shkelje kushtetuese me mos pjesëmarrje në votimin e kryeparlamentarit. Si shpjegohet gjithë kjo situatë? Po, pikë së pari, veç kisha dashur me sqaruar për publikun që ne jemi një sistem demokratik dhe kjo që po ndodh është e paparë që një kryeministër me të gjitha metodat e mundshme refuzon me respektu proceset demokratike, të bashkëbisedës, të gjendjes së zgjidhjeve të përbashkëta për interesin shtetëror dhe çdo tentativë e ka me koncentru edhe me rrit fuqinë ekzekutive të tij, çdo tentativë e ka me i zhvlerësu, me ul kredibilitetin e institucioneve të Republikës Kosovës, institucioneve të drejtësisë, të cilat vazhdojnë me i ataku gjatë gjithë kohës, kështu që është besoj qytetarët tonë janë mjaft të vetëdijshëm për me kuptu në këtë pikë që kryeministri i vendit më spaku ka të drejtë me fajsu dikon tjetër, sepse ai është mandatori të cilit i takon me gjetë zgjidhje dhe me kriju qeverinë. Dhe natyrisht Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme natyrisht me votu në momentin që ata e sjellin një kandidat i cili është i përshtatshëm për të gjithë. Dhe insistimi i tyre për të njëjtin kandidat veç tregon që ata nuk janë të gatshëm me të kalu fore dhe janë të interesuar me vazhdu me i bloku institucionet e vendit. Por përgjithësia mbetet e ata, nuk mbetet e opozita. Në momentin që kalojnë procedurat
në përhapat të caktuar, qoftë edhe se ata reflektojnë dhe vendosin një kandidat tjetër cili është i pranueshëm për opozitën dhe vazhdojnë me kriju po du më thonë me tentu me kriju qeverin në periudhën kohore, nësa ata dështojnë dhe i vjen rodha partisë dytë, atëhere qytetarët mujnë me kërku përgjegjësi prej Partisë Demokratike të Kosovës. Por për momentin, përgjegjësi i takon keni thënë që do të mund të formoni qeveri në rast se LDK-ja jep votat e saj, megjithatë keni refuzuar këtë propozimin e LDK-s për një qeveri unitet. Tani apo thellohet kriza edhe më shumë kur as parti tjera opozitare që kanë qenë deri dje nuk janë shumë të unifikuara për një qeveri në rast se dështon mandatari parë. Vendet natyrisht që i nevojitet unitet, mirë po Partia Demokratike e Kosovës deri tani nuk ka bo asgjë tjetër përveç është tregues ultra konstruktive, qoftë edhe mënyrën që ka bo opozitarizmin, qoftë edhe mënyrën shëndosh që ka bo fushatën, qoftë edhe mënyrën që jënë kriju të gjitha reformat brenda PDK-s prej nivelit lokale dhe nivelin qëndror nga udhëhequr nga kryetari jonë zotri Memli Krasniqi, qoftë mënyrën që ka udhëheq ekipin e vetë zotri Bedri Hamza, kandidati ynë për kryeministër, qoftë edhe në mënyrën që kanë pranu gjithmonë me diskutu, me marrë pjesë në diskurs demokratik, me u taku në mënyrë demokratike që është edhe e rrugës në proces demokratik, për të diskutu për të gjetë ndonjë zgjidhje, mirë po përgjithësia pra po them është e vetëvendosjes dhe dukshëm ata nuk janë të interesuar të krijojnë një situatë ku e humbin fuqinë të cilën si duket mendojnë që ju takon atyre dhe nuk e kanë humb një farë forme sensin që në demokraci vlera më e madhe është vetë vlera e demokracisë dhe ndryshimi i fuqisë që ta delegon qytetari prej një qeverie në tjetrën, idealja kishte me qenë se cila qeveri me i sjell kontributet e veta për interesin e qytetarëve. Po, megjithatë ky barikadimi tani gjitha partive dhe liderëve, a lidhet pak edhe me këto me ardhin e zgjedhjeve lokale ajo? Barikadimi është i partisë në Ike. Konsideroni që të tjerat nuk janë barikaduara? Jo, PDK-ja nuk flasun për partitë e tjera. Unë flasë veç për PDK-ja, PDK-ja nuk është e barikaduar, PDK-ja është duke provu me mishë shpirt, me qenë sa ma konstruktive, deri tani mundin me po edhe në mënyrën që kemi shty politikat për para, edhe qëfar qështje kemi shty, qoftë edhe gjatë fushatës, qoftë edhe qështje që kemi shty edhe në gjykatën kushtetuse kanë post të gjitha të bojnë me mirë qenjen e qytetarit tonë, pra ndaj për neve një kandidat i pranueshëm është krik normale për të votu, po për momentin barikadimi është në anën e vetëvendosjes dhe ne urojmë që ata të reflektojnë për hir të mirëqenies së qytetarëve dhe të Republikës Kosovës. Atëherë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë.